Arsyet pse nuk duhet të flini me freskuese ndezur. Shumë njerëz gjatë ditëve të nxehta të verës mbajnë një freskuese në dhomën e gjumit. E kuptojmë që është vapë dhe zgjedhja e vetme mund të jetë kjo, por duhet që ta bëni këtë për dy arsye kryesore për të mos fjetur me freskuese. E para, mund të rrezikoni ftohjen. Ajri freskues i vazhdueshëm është arsye pse shumë njerëz ftohen në verë. Nuk është ajri i freskët dhe sipas ekspertëve, ju mund të flini më shpejt me një ajër të freskët sesa me ajër të kondicionuar. E dyta, nuk është e shëndetshme. Astma, alergjitë, sytë e thatë mund të përkeqësohen kur vendosni një freskuese në dhomën e gjumit, dhe kjo nuk është e shëndetshme. Sugjerohet t'i shmangni nëse vuani nga probleme shëndetësore, por edhe ju të tjerët sepse mund të sjellë probleme të parikuperueshme për shëndetin dhe imunitetin tuaj. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose